libër për ty, por do t'jap një kujtim veçantë. Nisë që numizmatika, që është Durrësi, Shekulliter dhe i parit, para edhe këtu e ke shkojnë me zërë historie, se si me, sa të veç e vjenë nga përballa historisë. Këtu e ke di Kërç, që vjen nga Kosova, dhe është i Shekulliter, edhe është me kocë elefant. Edhe kjo është pjesë e dhuratës kërri. Shumë për dhe. Da që mund të ndarë, për që e Shkodër e Durrësi që një të bashkë. Durrësi që në një kujetojnë, Shkodër ku ka një futbolli në si shumë bura. Të që ka në disa libra që kujtë. Ka në përgjët. Ka qenë që një fush tjetër këtu, disa dhe E ka të rëmi, që vëllë letërin prioritet. edhe unë jam me shumë interes me zhvillu pjesën e sportit. Sepse sot e një sot me vunë shumë për internetit. Edhe këtu, kemi disa kujtime, kjo është Nan Tereza, e dini, ka më gojnë. Kjo ke pa të zefin, atë më të regu, am në i dyjet me te, kam i të dyjet dhe. Dhe këtu, Kleri Katolik Shqiptar ka dhënë kontribut edhe për futbolin, kështu që i dhe të tragedin edhe leri në Kleri Katolik, banë për i tjera Petrës, ti kesh në liberinë të vijë. Ashtë një njërë dhe të nësi. Për më shnetje të ujë. Do të rrëve pas taj ku pësë një të dy gjona për atë zërë që ti nuk dhe s'ke sigir. Jo ka mundësi, nuk e ti. Ka mundësi se dhe. Nisë gjitha. Bëjnë basi i shtisësh. Duka basi i shtisë një bëjnë. I kanë pagjatë të qiket dhe ka pas komunikim me do frikë italian. Edhe në këto telegram që kanë një kur. Një që dënë me bodi qëta?
Kontribut që i ke bë për familjen tonë, por për këta tri që i shef këtu edhe për shkollën që i kemi këtu afër. Të falenderojmë, këtu është traditë, ju e dini mirë, nuk është kontributi i parë që jepni për Jubanin. Kena me të kërku prapë për ndonjë mbështetje, kështu që e kena kënaqësinë gjithmonë me bashkëpunu me ju, dhe ju falenderojmë e gjithmonë i mirëseardhur. Kështu që ju shprehim vërtet mirënjohjen, edhe ju falenderojmë njëkohësisht. Ju mirëseardhur. Zotëpar duhet të falenderoj ty për interesin e madh që ke për përmirësimin e kushteve, për përmirësimin e jetesës së zonës dhe në të njëjtën kohë për kujdesin që ke që këtë edukimin apo mirëqenien e zonës ta bashkosh me sportin. Është vërtet që futbolli vërtet ka një fuqi magjike. Kështu që këtu sinergjitë tona bashkohen, edhe të kishës edhe të futbollit, për të realizuar qëllimin e përbashkët që kemi, për të edukuar sa më mirë këto fëmijë, për të bërë sa më të shëndetshëm dhe sa më të dobishëm për shoqërinë, për jetën e tyre, për familjen dhe për gjithë shoqërinë. Ju falenderoj shumë për investimin që kemi bërë bashkë për fushën e futbollit, e cila do të shërbej jo vetëm fëmijëve të familjesë, në shkollës, por edhe fëmijëve të gjithë zonës. Në fakt, që në momentin e parë që ju nga keni kërkuar që ne ta bëjmë sepse iniciativa është e juaj, që duhet ta përsërisë të jemi për ju, që keni kërkuar që të bëjmë këtë bashkëpunim për fushën e se kemi menduar këtë herë. Për disa arsye. Një nga arsyet është ajo që thash për atë misionin fisnik që ne bashkërisht kemi për edukimin e fëmijëve. Për një arsye tjetër sepse pikërisht në këtë zonë, në Shkodër, dhe pikërisht nga një pjesë ka lind futboll në Shqipëri. Dhe për arsye sepse e gjithë zona e dashuron futbollin ashtu sikur se ju dashuron dhe ju dhe thënë. Që gjitha këto janë arsyet që ne nuk nga bëjmë mendojmë dy herë. Nuk është e parë që vim Juban, faktikisht kemi qenë në inaugurimin edhe të një tjetër projekti bashkë me Fredin. Jemi sot dhe në asnjë çast nuk do themi jo, por do të jemi bashkëpunues, thash për të mirën e komunitetit, për të mirën e këtyre fëmijëve që vërtet kënaqen, dhe as më shumë të vajzave. Është pikërisht Jubani apo e bashkë edhe Shkodra, në cilin ka lind futbolli i vajzave shpejt, futbolli i çunave padyshim, që në 1950, dhe ai i vajzave pak më vonë, por gjithsesi më parë se sa në gjithë Shqipërisë. Për të mos e zgjat, falenderoj edhe për organizimin e kësaj ceremonie. Zoti e paskaboj dhe t'i bukur dhe me diell. Fëmijët e kanë zbukuruar akoma më shumë të ceremoni dhe ne japim akoma më shumë frymëzim apo energji për të bërë sa më shumë kemi mundësi. Faleminderit. Ana është shtu edhe monsinjori, peshve monsinjor Peragjën e i peshve i Shkodrës, tani sa ka ardhë, e falenderoj monsinjor për ardhjen, edhe Zoti e bekoft këtë vend, edhe e bekoft Gonin edhe monsinjorin tonë që gjithmonë në ashtë me ne. U falenderoj edhe njerë, shkojmë edhe me, kena këtu më afër me zbulua monsinjor, hajde. Zonë në kushme. Faleminderit.
Këto do bëhen gjithë futbollistë dhe futbollistët e vllaznisë robo. Se gjithë neve këtu për profesionalizëm shërbejmë juve. Zdasin edhe ty. Kja është edhe bukra kësaj punë se çdo gjë që bëhet i ndodhur për këtë, për Shkodrën, për finale edhe për vllaznin, gjithmonë dera është e hapur, kështu që tjetë një motiv i mirë për këtë, për të bërë futbollistë të tormen. Si vajzat, ashtu edhe djemt. Kështu që luni fort. A keni qef me luajtur me vllaznin apo ja? Vllaznis më i pëlqen. Apo me beslidhjen më mirë? Me vllaznin se në Champions League, në Champions League edhe në Shqipërinë, se këta janë vajza me kvalitet. Janë pjesë e vajzave në kombëtare të mosha, Ashtu. Kush arritën po. Po kjo e ka sigur që do bëhet futboll. Në këtë fshat vogël e ka veçantën e vetë lidhje me futbollin vërtet. Po patjetër. Falje edhe Fredit që e ka çuar përpara. Albani, Fredi, gjithë. Po patjetër, absolutisht. Thëmë për këtë të voglën tonë, se mos e absolutisht. Po. Ti faleminderit. Bashkëpunimi ka për të. Dhe gjithmonë. Mërkulli inshallah, t'ja bëhet edhe një diçka më. Kur janë bashkë, janë për të mirën e gjithëve patjetër. Punë fantastike, shumë e bukur, edhe familja shumë e bukur, e pastër, e rregullt. Ja, është. E meriton. Janë njerëz Për gjithçka. Sa më shumë infrastrukturë sportive, se po ikën shumë të itë fëmijët, po ikën. Kallëzova do të ketë çfarë, jo vetëm, ke se të gjithë gjendje do të janë, no? Po vërtet më të bukur që unë përqeja këto. kur ishte Kampionati e vjetë. Ka kanë shakur. Organizimi ishte perfekt. Shtjetja patjetër. Futsal. Hera por don që Ka fotot e bukura. Kampionati patjetër i bukur. Nëse do ishte pimi kafe, të e vini kafe Oh, kena topat, po. Po, faleminderit. Unë kam futur rusina. Mirë. Po janë pse e vajzë to. Këtu për para të harru. Hajde se sa të keni pushim luti futboll. Hajde. Faleminderit. Bravo. Thank you.